Lila postoi këtë selfie në cilën ai gjendet me ekipin e kombëtares duke pritur fluturimin për natë B. Vjen vjesht postuar udhtimi për shkak të motit të keq, megjithatë, e rëndësishme është se ata u kthyen fitimtar. Me siguri ja vleti pritja dhe ne jemi gjithë sy e vesh për suksesin e radhës. Sa shumë t'jem në një foto. Kjo foto ka përgjirë në internetit dhe duket qartë gëzimi i madh i ekipit kombëtar për kualifikimin në Euro 2016. Me plis për Paris. Është ky slogani që do të shoqërojë djemt në këtë kompeticion. Shumë muskuj brenda një dhome. Mbani frymën vajza. Në pamundësi që udhëtonte në Armeni, duket se reperi i njohur Noizi ka zgjedhur një mënyrë tjetër për t'i uruar djemt e kombëtares. Ai përdori FaceTime për shprehur gëzimin e tij dhe për t'i uruar ata për fitoren e merituar. Në foto duket Leniani, Gashi, Aliji dhe Xhaka. Noizi tha: "FaceTime with my brothers." Po mirë tani, ky Noizi të gjithë brother i thot. Okej, duhet të përmbahemi pasi disa gazetarë kanë vërtet shumë fat. Blendi Fevziu është futur në dhomën e shfeshjes së futbollistëve të kombëtares dhe ka shkrepur këtë foto me portierin ton Ertrit Berisha, i cili ndër të tjera qenka edhe pa bluze. Që ishte i talentuar ne e dinim, por të ishte edhe kaq seksi s'na e kishte marrë mendja. Në fakt, Blendi gjithnjë e ka mbështetur kombëtaren, por shpresojmë që të postoj sa më shumë foto si këto. Shpresojmë të mos e keni zemrën e dobët. Kjo është një foto nga ato të cilat mbajnë shumë talent dhe dashuri brenda. Taulan Xhaka dhe Granit Xhaka janë dy vëllezërit e talentuar të cilët ky Euro 2016 do t'i bashkojnë në profesion, edhe pse nuk luajnë në të njëjtën skuadër, pasi Graniti luan për Zvicrën. Taulan gjithashtu nuk nguroi të shprehte dashurinë për vllajin duke shkruar: "You are the greatest and I love you my bro." Ah, sa bukur.